Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër xhamatli besimtar. Padyshim se jeta e kësaj bote ka sfida, mirë po në mesin e sfidave të kohës tonë, e të cilat janë në përditshmëri, janë të shumta dhe të larmishme, janë edhe ato që sfidojnë edhe aspektin shpirtëror, edhe aspektin emocional, mendor, fizik, social e kështu me radhë. Prandaj dhe themi se po jetojmë në kohën e dinamikës së punës, por edhe të mbi ngarkesës. Dhe krejt këto si rezultat i faktorëve të ndryshëm, po i theksoj vetëm dy nga ta. Faktori i parë është keqpërdorimi i rrjeteve sociale dhe faktori i dytë lakmia për të pasuruar së shpejti. Krejt këto të ndershëm vëllezër bëjnë një ndryshim, lanë gjurmë tek njeriu në përgjithësi dhe te gjenerata e re në veçanti. Pra dëmtojnë aspektin shpirtëror në radhë të parë, por edhe atë fizik dhe mental. Këtu dhe janë hapat e ndryshimit të mëdhej, që në njërën anë njerëzit lanë anash aspektin shpirtëror, harrojnë përgjithësitë që i kanë në raport me Allahun, me krijuesin, pastaj në anën tjetër dëmtohet edhe aspekti mental. Pra këtu është zanafilla e asaj që quhet me gjuhën e kohës tonë postmodernes, stresi, edhe ankthi, edhe fobia, edhe vezveset ose problemet obsesive, deri të ato depresive, që nga rinia e hershme jenë të shfaqura këto probleme. Prandaj të ndershëm vëllezër, në këtë hutbë me që jemi në prag të muajit të Ramazanit, e po mundohemi që sa më tepër të përgatitemi, por njëkohësisht përcjellim mesazhe për ta shfrytzuar sa më mirë muajin e Ramazanit. Do të flasim për mendimin pozitiv. Dhe mendimi pozitiv të ndershëm vëllezër i bie që në vazhdimsi të ndihemi se jemi mirë dhe do të bëhemi edhe më mirë. Dhe nëse i shfrytëzojmë mirësitë, do të rregullohet mendimi dhe do të rregullohet gjendja. Prandaj të ndershëm vëllezër, patjetër që një pjesë e madhe, jo vetëm shoqërinë tonë, ne jemi një pjesë e vogël e shoqërive botërore. Ky fenomen gjithandej globit ka marrë për masa të mëdha, krizat mentale, shëndeti mendor. Madje krejt kjo po i çon njerëzit që mos me u kënaq me ata që e kanë. Krejt kjo i shpije që me i dhanë fund jetës së tyre. Krejt kjo i çon që të mos shfrytëzohen mirësitë që Allahu ne ka dhënë. Pra, në radhë parë largohen nga Allahu, nuk falen, nuk agjerojnë, nuk e adhurojnë Allahun, në anën tjetër nuk i gëzohen të mirave që i kanë. Dhe kur i marrmi pra këto gjenerata dhe i krahasojmë me gjeneratat e para ndoshta disa dekadave, jo një shekulli, më pak, po themi me gjyshrit tanë dhe t'jujt, shohim se me të vërtet ne jemi në një botë këtë ndryshe nga ta. Sa i përket luksit dhe jetës, ne jemi, siç kemi thënë shumë herë, milionera të gjyshërve tonë dhe t'jujt. Mirë, po rahatin dhe qetësinë që kanë pas ata, po na mungon neve, por kundrej pra këtyre pasurive që i kemi. Prandaj të ndershëm vëllezër, çka aludoj me mendimin pozitiv? Çka do të thotë mendimi pozitiv pra në psikologjinë islame? Do të thotë në radhë parë me mendu mirë për Allahun. Në radhë parë me mendu mirë për Allahun. Nëse don me rregullu gjendjen tonë shpirtërore, edhe mendore, pastaj fizike, sociale dhe të tjera, mendo mirë për Allahun. Sepse kështu na ka porositur Allahu. Thot Allahu në hadithin kutsi, ana inda dhanni abdi bi, unë jam të mendimi e robit tim për mu. Nëse mendon mirë për mu, ka me gjetë mirë. Nëse mendon keq, ka me gjetë keq. Pra, gjendja jonë mentale, fizike, sociale, shoqërore, varet nga mendimi ynë për Allahun. Allahu e ka bë kusht me pas gjendjen mirë, me mendu mirë për Allahun. Çka i bjen me mendu mirë për Allahun? I bie që me mendu dhe me besu se mu Allahu më dën, mu Allahu më jep, mu Allahu më përmison gjendjen. Kjo gjendje që e kam, ka mund të i kalu?
edhe te kalojnë krizat. Që kjo është në radhë parë mendimi mirë për Allahun dhe mendimi pozitiv. Pastaj, me mendu mirë për vetveten, që unë jam mirë, shumë ma mirë e kom gjendjen unë, se që e ka filani dhe filani. E për me pa gjendjen që kem ne, du të me vizitu të smuarit, du të me vizitu spitalet, për me pa çfarë gjendje ne kemi. E du të me hulumtu të shkretit dhe ata që kanë kriza dhe vështërsi. Pra me mendu për vetveten tonë mirë. Sot jam ma mirë se dje. Nesër, me lejnë Allah, ka me konë ma mirë se sot. S'ka më kriza, s'ka më stres, s'ka arsye stresi me konë pjesë e juna. S'ka më angth, pse në depresion, kur të kështu është milioner depresiv. Çka i mungon këtina? Aq më tepër nëse është edhe namaz fals, e kemi edhe këtë problem këtë kohë. Pra, shkalla e dytë është me mendu mirë për vetveten. E treta, me mendu mirë për të tjerët. Të tjerët për janë të gjithë pos neve, me mendu mirë për njerëz, me pas mendim të mirë për njerëz, jo me mendu që të gjithë njerëz më dëmtojnë mu. Ata nuk kanë punë tjetër veç mu marrë me mu. Kjo vëllezër është bani alibi e kohës. Do më thani sheh njerëzit që vazhdimisht të mendu keq për të tjerë. Kemi folë dhe kemi thonë, magjia sehri është hak edhe mësyshi është hak, po jo me qëto përmasa që është më mendoj njerëz. Ne nëse falmi dhe bëjmë lutjet e mëngjesit, dhe dhikën e mëngjesit, e të mëramis, e kemi për kushtimin, ku më besimin Allahun, pse pro gjithë këto vezvese ose probleme obsesive ose kompulsive. I bie se rezultati me mungesës së besimit. Prandaj të ndershëm vëllezër, mendimi pozitiv, mendimi i mirë reflekton jetën e përditshme. Personat që kanë mendim pozitiv, në raport me Zotin, me vetveten dhe të tjerët, ata reflektojnë jetën e përditshme, i gëzohen të mirave që i ka, i gëzohet shëndetit, i gëzohet pasurisë, i gëzohet fëmijëve, i gëzohet që po punon, i gëzohet që është gjallë, gëzohet që i gjallë, sa i tjetri ka vdek, është mbyll mundësia për me punu për atë tjetrin. Na im gjallë, e ke mundësinë edhe një Ramazan, ai që jeton me shfrytzu. Pra, për atë arsye thonë psikologët musliman dhe të tjerë, se mendimi pozitiv është revolucion pa armë. Mendimi pozitiv është revolucion pa armë. Mos e harro këtë. Veç me ndo mirë ti të bërë revolucion. Atë çka po të mungon? I bie mungon për vetëm vullneti dhe starti për punë. Në të kundërtën të ndershëm vëllezër, mendimi negativ është regresiv, është dështim, është humbje, është shkatërim. Veç pse mendon keq, krejt që to negativitete i ka. Siç thonë dhe studiusit, personat që kanë mendime të këqija, mendime negative, qoftë në raport me Zotin e Madhërisëm, thotë mu Zoti s'm fal, mu Zoti nuk ma përmison gjendjen, po nga ti këtë informat, në Kur'an se gjen, te pejgamberi alayhis se gjen, te hoxhallarët nuk e gjen që ta kanë thonë, nga e nxjerrë ti këtë informat që ty Zoti nuk t'jep, nuk don, nuk të shëron, nuk ta përmison gjendjen. Ky është mendimi negativ, ky është mendimi djallëzor. Prandaj jeta kësaj bote këta njerëz, pra i mundon për dy arsye, sepse këta persona në radhë parë i hiperbolizojnë problemet, i egzagerojnë problemet. Vjen muji Ramazanit, tani më prag mujit Ramazanit, është mundësia mu pastru, mu pendu, është mundësia mu afru të Allahu. Çka bën djalli? I thot, po ti i njëjti vitit kalumnje, ti çaj je që i kanë vitin e kalum, ku do me shkuti me këto gjinohe? Ku do me hitin xhami me këto gjinohe? Unë po shprehna ashtu siç paraqitet gjendja e tyne. Sepse djalli u egzageron, u arrit problemet. Po cili o vëllezër nuk ka probleme, cili nuk është pa gjinohe. Prandaj, pendohu te Allahu dhe ky është mendimi pozitiv, ky është mendimi mirë. Mos lejo me dominu mendimi negativ. Pra, shfrytëzoj që të mira që i ki. Andaj, këta persona zakonisht, prej stresit deri në depresion e kanë si rezultat i kësaj. Sepse këta i hiperbolizojnë, i stërmadhojnë problemet. Kurse problemi është shumë normal, se cili prej neve me pyet, ka problemi ma shumë se tjetëri, por çdo namaz që e fal e te kalon një problem. Çdo gjumon që e fal e te kalon një problem. Çdo Ramazan që agjeron dhe falet në te dhe adhuron Allahun, te kalon krejt problemit e vitit. E ku është umrja, e haxhi, e zekati, e sadakaja, për kujdesin dhe e prindve, e vizita të afërve, krejt këto të ndershëm vëllezër, përveç sevapeve, që janë pra shpërblime dhe ibadete, adhurime, këto te kalojnë edhe kriza mentale. Se cila prej këtyne është fajl në veti,
që kërkon trajtim veç e veç. Pra mos mendon dikush që në krye të krejt që ty në adhërimi është vendos ka një sevap veç hajt. Jo vëllezër, këtu përveç shpërblimit, kemi ne dobit mëdhaja. Pra kemi të kalimit krizave, kur rrimin një tjetrin. Nuk është i njëjtë një person sot që vjen gjuma me ata që nuk vjen. Ne përveç që e krym një obligim, përveç që më rrim sevape, shpërblime, ne edhe socializohemi. Pra është një qetësi edhe përveç shpirtërorës, edhe mentale edhe fizike. Pra, sikur kjo të na përcjellte gjatë tërë vitit, ne ndryshojmë të madhe. Arsyeja e dytë të ndershëm vëllezër, pse i mundon këta njerëz jeta e kësaj bote, është këta njerëz nuk dojnë me hin sistem. Ata që kanë mendime negative nuk dojnë sistem. Pra, namazi është sistem, Ramazani është sistem, me shkun punë, martesa, këta nuk dojnë, këta dojnë me konë krejtë fri, dojnë me konë qysh dojnë vetë. Jo vëllezër, jeta ka rregulla. Për atë arsye këta njerëz e kanë smu vetveten. Prandaj duhet me i fol vetvetes, eventualisht mu trajtu dhe të i kalohen. Unë për pak kohë, sepse kohë nuk na ka mbetë shumë, po mundohna me i theksu disa koncepte të mendimit pozitiv që na duhen jetën e përditshme të ndershëm vëllezër, kjo ligjërat më shumë i dedikohet të rive, pjesëmarrësen të gjithë. Sepse në kohën tonë edhe janë të prekur nga krizat mentale, nga shëndeti mendor, edhe të vjetërit. Si rezultat, pra tham i dy faktorëve në fillim që i ceka. Pra, keqpërdorimi i rrjeteve sociale, sidomos të rit, por edhe lakmia për të pasuruar shpejt që i prek të gjitha grup moshat. Të ndershëm vëllezër, prej koncepteve të mendimit pozitiv, të menduarit mirë për Allahun dhe për t'i kalu krizat, thonë psikologët, mendimet s'kan limite. Çka i bie kjo? I bie se çdo njeri ka me 10.000 mendime. Mirë po, mos ja vep shumë vëmendjen mendimeve tua. Mendime negative ka çdo njeri, derisa djalli, iblisi, ka shku te pejgamberi sa namaz, edhe thot ka ardhëm ka thonë, kush e ka kriju këtë dhe këtë dhe këtë, po kush je ti dhone që nuk vjen edhe neve më na trillu? Po çka ka thonë pejgamberi alayhissalam? A ka thonë dini pi namazit, edhe a ka thonë që izolonu në shtëpi, edhe ku çka i ka ndodhur? Jo, asnjëherë. Ka thonë çka kërkoni mbrojtjen e Allahut dhe vazhdoni se s'ju bëhet dëm asgjë. Çka i bie për ti që ki kriza mentale, që ki mendime negative? Pra, që ato mendimi ka pjesë e madhe njerëzve, mirë po mos ja vep vëmendjen. Pra, dy gjëra kërkohen, mendimeve negative, mos ja vep vëmendjen, i njëroj. Ato shkojnë duke u largu sepse nuk pajtojnë me ty. Pastaj, ky rregull e ka kuptimin, filtroj mendimet. Pastaj e ka kuptimin, vërtetoj mendimet. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an na thret, jo çdo mendim që e lexon rrjetet sociale me marr me seriozitet, sepse ju po e shihni lajme të rrejshme të ashtu quajtura fake news. Kemi do thotë në çdo sekond. Për atë arsye tham, mos u bën pra gjah i rrjeteve sociale. Ruju prej atyre gjëra që nuk duhen. Allahu xhelle xhelalu në suratul Hujurat na thret: Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju besimtar, kur t'ju vijeni informat prej njerëzve të dyshim, vërtetoni lajmin. Prandaj lajmet e pavërtetuara, jo të sigurta, shpesh herë do thotë krijojnë mendime negative. E pastaj nga ajo fobi, e nga ajo probleme obsesive vezvese deri në depresion, kur të kështu gjendje është këtë normale. Pastaj një rregull tjetër mendimin pozitiv thotë, s'ka dështim jetën e kësaj bote, por ka përvoja të reja. Të ndershëm vëllezër, jeta e kësaj bote, sikur mos të ishte e mirë, Allah nuk na kish prunë. Na kish u drejt në ahiret. Kish kriju Allahu modele tjera. Pra kjo botë ka vlera. Kjo botë është e mirë, po është e mirë nëse ne e shfrytëzojmë mirë, ashtu siç na ka porosit ligjvënësi, Allahu xhelle xhelalu. Pra, edhe nëse nuk na hec shkolla, edhe nëse nuk na ka hec martesa, edhe nëse nuk na ka hec biznesi, s'ka dështim. Ajo është vetëm një përvojë. Vetëm nalu edhe pyet e vetin, pse s'ka hec shkolla ty? Pse ti e la shkollën? Sigurisht se ki arsye, po arsyet i kanë të verifikuara. Po nuk më shkoj hoxhëras për provimit. Herën tjetër mëson më shumë e provimin. Po ti tjetri, pse s'shkoj martesa? Sepse shpeshherë me emocione vendosin për martesë. Martesa nuk vendoset me emocione. Martesa vendoset siç kanë bërë të parë ton, duke pyet, duke u konsultuar, pastaj vjen vendimi. E trit sot tupi kafe, pjesë e madhe e tyre martohen dhe tupi kafe ndahen. E pastaj pse s'thesi ty biznesi? Sepse mendojnë që biznesi është vetëm për të kry. Jo vëllezër,
Është një strategji e jetës që kërkohet për përvojë. Prandaj po thotë rregulli, s'ka dështim në jetën e kësaj bote, ka përvoja të reja. Kështu që nëse nuk të ecin këto, nalu dhe konsultohet dikon, jeta vazhdon. Nuk u përmbys asgjë që ti të krijesh mendime negative. Rregullin e fundit që po e ceki se ka shumë çka për të thënë, një rregull tjetër mendimin pozitiv thotë se çdo gjë që Zoti ka caktuar ose në çdo gjë që ndodh ka urtësi, mirë po është në favorin tënd. Çdo ndodhi që të ndodh ka mësime, por është në favorin tënd. Që i bie se nëse të ndodh diçka e pa dëshiruar, nëse Allahu ta ka caktuar një kader që ty nuk të përshtatet, mësimet fetare, Kurani dhe Suneti thonë që ajo është në të mirën tonë. Allahu xhelle xhelalu në surën At-Tauba, në citatin 51 thotë: "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Thuaj rob vetmi, çdo gjë që e kam caktuar, kam bërë kader për juve, është në favorin e ju. Mirë, po shumë gjëra mendja ju nuk i kap, nuk i kupton, prandaj lej hapësirë kësaj ndodhie sepse është në favorin tonë. Edhe nëse të ka dështuar një biznes, edhe nëse të ka dështuar një martesë, edhe nëse të ka dështuar diçka, nuk është dështim i jetës. Ai është dështim momental, por merre si mësim. Pra, çdo psim merre mësim, hec përpara. Gjendja rregullohet. Pra Allahu po garanton, nuk kum caktu, pra nuk kum bë kader diçka në domin e juve. Atëherë bie që pajto me caktimin e Zotit, sepse është më hajër që ta ka thënë Zoti, nga se ardhmë është fati yt. Hua me ulana, Allah është në bikëshyrë sy yt, derisa është Allah në bikëshyrë sy jon. S'ka vend pra për mendim ndryshe. S'ka vend pra ne të jemi të pakënaqur me të mirat që i kemi. Aq më tepër pra të gëzohemi afrimit të Ramazanit. Shumë çka ka për thonë të ndershëm vëllezër, prandaj janë momente që ne ta përmirësojmë mendimin me Allahun xhelle xhelalu, por të flasim edhe vetvetes dhe të kemi raporte me të tjerë, kështu dhe rregullojmë edhe idetë dhe besimin. E them këtë që dëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkon edhe ju falje sepse Allah është falësimor. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, kjo hutbë sikur mund të interpretohet një hutbë shkencore, po patjetër që është shkencore. Është përditshmëria jona. Ne do të jemi aktual. Pra, duke qenë se po shtohen spitalet psikiatrike dhe po shtohen ankesat e njerëzve me ngarkesa, ne du të ligjerojmë pra në për xhamia dhe ku do koft në këto tema, por të kuptu se nuk ka ndryshu bota për t'ju të regu njerëzve, por kundrazi ka ndryshu pozitivisht. Krejt ky po themi kjo mirëqenje që është. Se kemi pas kur kemi qenë ne edhe ju të ri. Se kemi pas para 3-4 vjetë. Krejt ky luks që e kemi në vendin tonë, nuk i kanë pas prind tonë dhe t'jujt edhe gjyshit tonë dhe t'jujt. Pse pra mos t'i gëzohemi, por të ankohemi. Prandaj kemi nevojë t'i flasim vetvetes për me ndryshu gjendjen. Një rregull tjetër, mendimin pozitiv thotë, imagjinata është bazë e suksesit. Mendo mirë, të kish imagjinat, edhe nëse ki problem, qysh me dal nga problemi. Jo të mbetesh në problem. Në kjo botë është botë e problemeve, kjo botë është botë e sfidave. Allahu xhelle xhelaluhu me dhjetra citate na ka tregu. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Në suratul Mulk thotë, ai është i cili ka kriju vdekjen dhe jetën për t'ju testu. Pra, këtu nuk jemi në xhenet o vëllezër. Ata që kanë kriza mentale, ata dojnë me jetu në këtë dynja me standardet e xhenetit. E për atë arsye nuk përshtaten. Jo vëllezër, kjo botë nuk është për me jetu me standarde të xhenetit. Këtu ka smundje. Këtu ka fukarallak, varfëri. Këtu ka probleme. Këtu ka mplakje, këtu ka vdekje. Asnjë prej këtyre nuk janë xhenet. Atëherë, mos kërko standarde të dyfishta, mos kërko standarde të xhenetit këtu. Të fundit që po e ceki si koncept për shkak kohës së ngushtë, prej ideve në mendimin pozitiv, pra me i përmirësu mendimet tona, thot një rregull, sa ma i qetë, aq ma vetë kontrollues je. Rreqet i kontrollon mendimet, i kontrollon fjalë, i kontrollon lëvizjet, i kontrollon vendimet e tua, ti je perfekt. Ti në këtë Ramazan kime hi ma mirë dhe kime dalë ma mirë se viteve të tjera. Pra, rreqet, çka të po të ngacmon? Normal që shejtani nuk e lë njerin rahat, për atë arsye mendimi mirë për Allahun, për atë arsye dhikri vazhdueshëm, për atë arsye pra namazit rigati, pra përmirësohet me pak fjalë, përmirësohet raportin me Allahun, Allahu ta përmirëson raportin edhe me dashakecit, armiqt e mbrëmshëm dhe të jashtëm. Edhe kështu pra të ndershëm vëllezër, hym shumë të përgatitur në Ramazan, përfitojmë nga Ramazani dhe dalim nga shkolla e Ramazanit më të mirë.
Lusim Allahun e Madhreshëm që të na mbron nga e keqja, që të përmirëson bindjet tona, mendimet tona, qasjen tonë. Lusim Allahun xhelel xhelalu që të na mëson të arrijmë muajin e Ramazanit. Lusim Allahun për pranim të veprave për vetvete, për ju dhe të gjithë besimtarët. Allahu xhelel xhelalu i shëroft të smuarit tan, ka do që janë ata. Allahu i mëshiroft prind tan dhe të jujt, pararësit ton, ka do që kanë qenë muslimanët. Allahu te kaloj gjendjen e vështirë të muslimanëve, ka do që janë ata.